Është hapur në mjediset e bibliotekës Gjergj Fishta në Lezhë, ekspozita me titull Persekutimi komunist i artuesve të alfabetit shqip dhe familjarëve të tyre. Nxënësit e shkollave Gjergj Kastrioti dhe Hydajet Lezhja patën mundësinë të njihen për herë të parë me dokumente arkivore dhe dosje gjyqësore, të cilat hedhin dritë mbi persekutimin e disa prej figurave më të rëndësishme të historisë shqiptare, si Mithat Frashëri, Gjergj Fishta, Lef Nosi e të tjerë. I gjithë qëllimi i kësaj ekspozite është pikërisht vënia në vend e të gjithë kontributit dhe vlerave që këta figura kanë luajtur në çështjen shqiptare. Këto dokumente na tregojnë një histori që nuk e kemi njohur më parë në detaje, ndaj edhe është mjaft e rëndësishme të mësojmë për të kaluarën, thonë nxënësit. Sot kemi marrë pak më informacion më detajuar për këto figurat. Do më thënë se kontributja e tyre dhe vujtjet që kanë përjetuar një jetë nga regjimi komunist. Normalisht që ne duhet të informohemi më shumë me informacione rreth historisë shqiptare dhe gjithashtu me këtë na ndihmon dhe historia për gjithashtu edhe në gjuhë shqipe që ne flasim për veprat e këtyre dhe gjithashtu për kozin a Gjergj Fishtën dhe sigurisht që është një gjë shumë e mirë që ne të informohemi. Kjo ekspozita hapur në Lezhë shërben si një kujtesë historike për rolin dhe sakrificat e këtyre personaliteteve në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar dhe artimin e alfabetit të gjuhës shqipe.